Horoskopi ditor e martë 27 janar 2026 Dashi. Kushtojini vëmendje kësaj dite sepse në punë mund të ketë situata që do t'ju nervozojnë. Megjithatë, nga ana personale, mos u ndikoni nga situata që mund t'ju ketë përfshirë në punë dhe jepni më të mirën tuaj në çift. Demi. Ditë mbushur me zhvillime pozitive nga pozicioni i tanishëm i yjeve. Ky është një moment i mirë për të ndërtuar të ardhme në çift, ndërsa gjithë ata që janë vetëm do të kenë mundësim për takime të reja. Në punë do t'ju duhet të bëni disa zgjedhje të rëndësishme për të ardhmen. Binjakët, do të bisedoni për një problematik me personin e zemrës. E rëndësishme është që të flisni për thelbin e problemit. Duhet që të dëgjoni pa u bërë të pasjellshëm dhe arrogant, edhe më pas të jeni në gjendje të flisni nga thellësia e zemrës tuaj. Gaforia, qëllimi juaj ka qenë gjithmonë të zbuloni gjëra të reja dhe sot është koha për të vendosur se cilën rrugë të zgjidhni. Mundohuni të jeni të sinqert me veten dhe me ata rreth jush. Keni pritshmëri realiste dhe shfrytëzoni të gjitha perspektivat që ju hapen. Luani, nëse ndiheni fajtor se bëni shumë pazar apo e teproni me ushqimin, sot duhet përpiqeni ta ndërprisni këtë. Është koha për t'i dhënë fund aktiviteteve të tepruara dhe t'i ktheheni një mënyrë më të thjeshtë jetese, të paktën për momentin. Zëvendësoni luksin me gjëra të thjeshta. Virgjëresha, planetët kërkojnë që të jeni disi më të ekuilibruar në aktivitetet tuaja të përditshme. Momentalisht mund të mos jeni plot energji dhe entuziazëm, por nuk do të mund të jeni gjatë gjithë kohës në gjendje për të kryer çdo aktivitet të mundshëm. Ka ardhur koha që të vini disa limite. Peshorja, dita e sotme për disa mund të jetë veçanërisht tërheqëse nga pikpamja e dashurisë dhe miqësisë, ndërsa disa të tjerë do të lajkatohen nga dikush. Në ambientin e punës, serioziteti dhe saktësia juaj do të vlerësohen. Akrepi, kujdesuni nga ngacmimet në dashuri, ndërsa në punë keni akumuluar shumë lodhje. Shfrytëzojeni këtë ditë për të rimarrë energjinë tuaj për ditët që ju presin. Shigjetari, tregoni më të hapur dhe flisni edhe për vogëlsira në dukje, por me pasoja të mëdha. Sot duhet të reflektoni mirë, pasi ka ardhur momenti që të ndërmerrni vendimin lidhur me raportin në çift. Në sferën profesionale, pas shumë pritjesh, do të arrini të merrni kënaqësi të shumë pritura. Bricjapi, pasigurit që keni mund t'ju shtyjë në marrjen e vendimeve të gabuara në dashuri. Bëni kujdes. Ata që janë vetëm do të kenë mundësi të shumta për të bërë takime interesante. Në punë priten zhvillime të rëndësishme për të gjithë të lindurit e kësaj shenje. Ujori, jeta shoqërore dhe komunikimi i përgjithshëm që keni me të tjerët është në nivelet më të larta. Përdorini këtë mundësi për të bërë miq të rinj. Personin e zemrës do të takoni në një zyrë ose në një kurs trajnimi. Peshqit, do jepen shumë mundësi për të realizuar shumë nga planet tuaja, prandaj keni kujdes që të mos bëni ndonjë lëvizje të pamatur. Në financat tuaja do të ketë një favor të papritur i cili mund t'ju jap fitime të konsiderueshme.